A mund të ftoheni nga shiu? Kur kemi qenë të vegjël, shumica prej nesh kemi dëgjuar se nëse luajmë jashtë në shi, do të ftohemi patjetër. Por tani që jemi të rritur, a është kjo këshill vërtet e saktë? A duhet të shmangim lagjen në shi? Në fakt, mund të ketë një mundësi më të madhe të sëmuresh nëse qëndron për një kohë të gjatë i lagur dhe i ftohtë në shi. Por kjo nuk është aq e thjeshtë sa thot ajo fjalia popullore. Kur trupi është i ekspozuar për një kohë të gjatë ndaj të ftohtit dhe lagështisë, sistemi imunitar mund të dobësohet. Kjo e bën më të lehtë për viruset që të sulmojnë. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se do të ftohesh me siguri. A të sëmur shiu? Jo. E ftohura shkaktohet nga viruse, jo nga shiu në vetvete. Por një studim i vitit 2022 tregoi se rënja e temperaturës trupore, kur je i ftohtë, mund të dobësojë sistemin imunitar dhe ta bëjë trupin më të ndjeshëm ndaj viruseve që shkaktojnë ftohje.